Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese Tetori Roz, muaj kushtuar sensibilizimit për kancerin e gjirit, në qytetin e Korçës ka qenë e pranishme mjekja greke Jota Sasopulu, kirurge e specializuar në këtë fushë, ashtu si edhe në vitet e mëparshme. Ajo do të ofrojë konsulta falas për gratë dhe vajzat, duke theksuar rëndësinë e kontrolleve të rregullta për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes. Jam mjeke kirurge me mbi 25 vite përvojë në trajtimin e gjirit. Gjatë muajit të kancerit të gjirit, theksojmë rëndësinë e parandalimit, pasi ky kancer është numri 1 tek gratë dhe prek 1 në 7 prej tyre. Gjiri është simboli i feminitetit, amësisë dhe pjesa e personalitetit të një gruaje, ndaj duhet mbrojtur. Ne i këshillojmë gratë të kryejnë vetë ekzaminimin dhe të bëjnë mamografi ose ekografi, sipas moshës, sepse zbulimi i hershëm shpëton jetë. Edhe pse i shpesht kanceri i gjirit mund të shërohet fal diagnostikimit në kohë. Mesazhi ynë është i qartë, jepini përparësi vetes, mos keni frikë, edhe nëse ndjeni diçka, shkoni menjëherë tek mjeku. Vizita e saj ka gjithashtu synim të mbështesë mjekët e Spitalit Rajonal të Korçës në përvojat e tyre profesionale, si pjesë e një bashkëpunimi të vazhdueshëm në shërbim të shëndetit të grave.